Jo, është edhe pika që lidh Transnistrina, pjesa në formën e gjarprit të ndarjes nga Moldavia, ato do thotë apetitet separatiste që kanë arritur, ka trupa të tillë të quajtur paqërujse, është një rezolutë ndokët e OKB-s, dhe më duket që më herët nga Moldavia shërbimi rus ka kontrolluar, ka dirigjuar gjithë aktivitetin e spionazhit në Ballkan. Dhe këtu është efekti dhe mund të them delta e Danubit është jashtëzakonisht e rëndësishme për Rusë, por e rrezikshme për ne. Dhe që të rikthehemi sërish te Britania e Madhe, te kjo luftë hibride, se luftën taktike në Ukrainë në terren e dim, e kemi të qartë, por është lufta hibride ajo që na shqetëson. Nëse Britania e Madhe do ta ketë mundësinë që dhe jo vetëm Britania e Madhe, po dhe Evropa dhe krejt perëndimi, po Evropa, nëse do ta ketë mundësinë që të përballojë në një periudhë afatgjatë një luftë hibride, apo nëse kjo do të përshkallëzohet drejt një lufte të mirëfillt, e cila do të ishte mjaft e rëndë? Çdo luftë startin e parë e ka propagandën dhe luftën speciale. Pastaj vin më pas kemi atë konfliktin dhe ndeshjen tamam të arsenalit e cila ndeshet mes kundërshtarëve. Mendoj që në luftën hibride evropianët nuk janë të papërgatitur, kanë kapacitete, mirë po rusët mendoj që me xhepat e tyre, sidomos me aktivitetet me të cilat për shembull gjermanët kanë hasur në shtetas Ukraina së folës, me që se gjua atyre prafërsisht nga pikome e dialektit është prafërsisht dikun e njëjtë, edhe alfabetin dikun e kanë shkronja të përbashkëta. Dhe aktiviteti tyre në Gjermani ka qenë tek sabotash por edhe kryerja e aksioneve të ndryshme të elementeve terroriste. Ky grup është zërë në Bavari, në pjesën duket Baden-Württembergut dhe tregon de facto që dora zgjatur e shërbimeve ruse mund të jetë në momente efikase, por në këtë rast mendoj dhe të gjitha ato propagandë që kanë pas me avionin e Ursula von der Leyen në Bullgari, ka qenë mund të them ai efekti psikologjik. Dhe kjo mendoj që do kishte pasoja për të ardhmen që mund të kemi një gravim të situatës në konflikt të hapur, por e tëra kjo shpreh ka dishmërinë, mos të mbajret edhe çështja që kanë pas me problemet në Hekurudat në Portugali dhe në Spanjë dhe një pjesë të Francës, ku është menduar që mund të jetë ajo goditja, mund të them e kyber aktiviteteve që rusët mund t'i bëjnë edhe përmes elektronikës e tyre o sistemit të kodimit në rrjetet e hekuruave edhe në Francë, në jugun e Francës dhe në Spanjë. Dhe kjo tëra tregon që kemi arritur në situata të tilla të cilat mund të sjellin edhe një luftë të përmasave që do ishte katastrofale, një lloj kataklizme për jo vetëm për kontinentin, por edhe për sigurinë botërore. Qartë, mirë, zoti Bilali, për të kaluar tek tema tjetër ndikimin insertin dhe pas rikthehemi. Presidenti Amerikan Donald Trump do të pres kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në shtëpinë e Bardhë këtë të hënë, në një takim që pritet të fokusohet në përpjekjet për një marrëveshje paqe për Gazën. Takimi vjen në një moment kritik, pasi disa nga aleatët më të ngushtë të SBA-s kanë njohur shtesësinë palestineze, duke sfiduar kundërshtimin e Washingtonit dhe Tel Avivit. Kjo është vizita e katërt e Netanyahut në shtëpinë e Bardhë që kur Trump u rikthye në detyrë në janar, dhe vjen në një kohë kur Izraeli po përballet me izolim në rritje në skenën ndërkombëtare, pothuajse 2 vjet pas fillimit të luftës me Hamasin në rripin e Gazës. Ndryshe nga pritja e ftohtë që Netanyahu mori të premten në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku shumë delegat dolën nga salla në shenjë proteste, ai pritet të mirëpritet ngërtësisht nga Trump, një mbështetës i palëkundur Izraelit. Mirë, zoti Bilali, një marrëveshje kufizuar për Gazën mund të jetë pra sigurisht edhe një hap humanitar i rëndësishëm, por nga ana tjetër zgjerimi rajonal pra kërkon edhe faktor politik, sigurisht edhe garanci të tjera të mëdha. Sa realiste e shihni këtë marrëveshje, pra paqja që nis vetëm nga Gaza dhe a mund të zgjerohet më tej edhe në të gjithë lindjen e mesme? Që në fillim them që plani i Trumpit për Gazën është jashtëzakonisht i favorshëm për Izraelin, por bijetesë për palestinezët.
E rëndësishme për momentin të kemi ndarjen e luftës dhe të pësojnë jetat e njerëzve. Mendoj që nga ky plan do kemi edhe decenja të tëra, sepse është një konflikt që më duket ndonjëherë në një ekuacion matematikor quhet matematiketin kjo detyrë nuk ka zgjidhje. Dhe fatkeqësisht mendoj që kemi hyrë në situatën e tillë ku edhe pse duket që Trump mjaft është mjaft dhe është koha që të fillohet me anëpushimin. Mendoj plani 21 pikësh, meqense sot më duket informacioni i fundit që të vendet që kanë pasur takim para sesionit të OKB-s, të 80 Asamblesë së Përgjithshme, në takim Erdogan Trump dhe 7 përfaqësues komplet botës arabo-muslimane kanë pajtuar dhe kanë pranuar sot planin 20 pikësh. Meqense ka pas dallime ose vrejtje dhe mendoj që taktikat e tilla janë është një deklarat sa duket brambën e Tony Blairit, i cili përmendet si administratori, shumë i cili në afatin 2-3 vjeçar. Konkretisht këto vendet arabe që do të përfshihen proces, çfarë garancish kërkojnë, po themi kështu, që ta marrin seriozisht këtë proces? Po, problematika është nuk ka asnjë garancion për formulën me 2 shtete. Dhe nuk është e qartë kjo formulë. Nuk ka pastaj pika më kyçe është statusi i Jerusalemit. Mendoj që kjo tëra, mendoj që në shtetet e vogla ku prodhohen nga të mëdhenjat, problematika që të lënë një shtet i cili mund të ekzistojë, por mos të ketë fuqi. Shifnë Alirin Gjellike ka një thënie të mirë, Turqia sot nuk ishte ajo që ne mendojmë që është, po mos të kesh fuqinë ushtarake. Dhe do të dahet në një 6-7 regjione. Problemi është që Palestina tamën e vetë mendoj që do ta ketë me një forcë žandarmerie, deri këtu mund të shkojë, sepse edhe atë që e fillova dhe ka të bëjë me këtë që thash për Tony Blair, deklaron që kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për ndarjen e luftës dhe pështimin e jetës së njerëzve, shpëtimin e jetës së njerëzve. Mirë po është garancion dhe siguri e betonuar për interesat izraelite. Do thot, kjo formulë e tillë tregon që në Gaza është ai koncepti që do thot IDF izraelite ka një kohë të caktuar dhe në mënyrë garduare të tërhiqet ajo vija e 3 përshkrimeve që paraqet rolin e forcave ndërkombëtare, autoriteteve autonome palestineze, nga Ramallah që tentohet që ata të vinë me qeverisje në Gazë, qarmatosja dhe largimi i Hamasit, amnestia atyre dhe largimi i disa trupa. Po them nga 21 pikat të cilat pastaj kuptohet që në 48 orëshin e parë lirimi i pengëve. Besoj që nga i 48 që 20 mund të jenë gjallë, 28 tjerë të cilët janë të vrarë, por trupat e tyre të dorëzuar, kuptohet familjet e tyre janë masë të interesuara, por pjesa tjetër për të mos e dorë nga aspekti i asaj sqarimit komplet të planit çka ka deri sot në dritë që është dalë, mendoj që takimi i Trumpit me Netanyahun shifet që ka qenë më duket një vrejtje për kryeministin izraelit nga ana Trumpit, por mendoj që jashtëzakonisht i favorshëm. Unë mendoj që një Balfour i dytë i 17-s, 1917, që nuk sjell në dritë atë çka kauza palestineze kërkon për njëjën e shtetit. Garancat për Cisjordaninë ose Westbankin është që Trumpi ka dhënë, mund të jetë edhe me shkrim, por besoj shef, Izraeli asnjë rezolut pe 48-s, mund të them deri në ditën e sotme nuk ka respektuar. Dhe me duket të gjitha ato që vinë gjanat që përshkruan në letër nga Izraeli mund të mos përfillen. Mund të mos përfillen me problemet e tilla që mund të kenë Gaza dhe trupa ndërkombëtare nga Hamasi. Mirë po, mendoj që problemi ky është mosvullneti i Izraelit për konceptin me 2 shtete. Por në dallim nga 48 e deri sot ka një dallim. Kur më parë Izraeli s'ka qenë më i dobët diplomatikisht. Pra se thatë që nuk i shpërfill. A jemi sot në kushtet kur Izraeli, po themi, është më i dobët diplomatikisht se kur më parë, për ta kthyer në pyetje atë që konstatova, ndoshta me saktësi, ndoshta gabim, dhe rrjedhimisht
a do të ketë presion pra kësaj here ndryshe nga herët e tjera? Egon, besoj që e den barabar me mua se ajo është mas e vërtet. Mendoj që kauza palestineze ka përfituar në aspektin diplomatik, sidomos me autorin 155 shtete kisha që njohin Palestinën. Po de facto se ekziston shteti i Palestinës. Është, mund të them, fizikisht ajo trup, ai territor nuk e ka të përcaktuar vijen dhe nuk dihet atë të pranohet 1967, por vija e kufirit, të cila kërkohet, mund të them, në shumë vende flitet, por Izraeli me këngulje kërkon që nocioni dy shtete është i kot. Ata kanë planet komplet Jordanin perëndimor ta deportojnë. Dhe kjo është plan me të cilin ata shef kolonët ose ndërtimi i vendbanimeve të kolonëve zgjat pa ndërprerje. Është procedurë dinamike të tërë dhe ata dëshirojnë të binë gjendjen faktike. Dhe kjo do jetë jashtëzakonisht, mendoj që mes asaj internacionalizimit të çështjes dhe njohjes së Palestinës, e cila mendoj që nga evropianët, por edhe nga perëndimorët në përgjithësi, është një taktizim. Nga sa ata dëshirojnë të lahen kështu moralisht, mirë po nesër ta pranojnë aktin e kryer, që ja, këtu është akti i kryer dhe do të apani një solucion tjetër. Dhe mendoj që plotësisht ke drejt për të qenë shumë i shkurtër. Nuk e besoj që ka pas sinqeritet dhe as shiko. Bile mendoj që në të drejtën sot është naivitet të pritet drejtësi, apo njeriu mund të jetë naiv që pret që mund të ketë sinqeritet në interesat me të cilën kjo botë është kështu si është, na pëlqeu, na pëlqeu. Mirë, zoti Blali, për ta mbyllur këtë çështje, a ekziston vërtet rreziku pra që ky proces paqeje të mbetet thjesht një retorik dhe duke u përdorur kështu pra nga liderët për përfitime të brendshme politike? Po lindja mesme është, mund të them, kreaturë me të cilat mes interesave të fuqive të mëdha dhe ato janë përcaktuese. Mendoj ne kemi menduar këtë ditë që thirrja e generalëve është bërë për një kanun dhe një rrezik që mund të pasojë me një luftë. Ajo ka të bëjë me një doktrinë të brendshme amerikane. Më duket që amerikanët po kthehen në doktrinën Monroe. Do jetë edhe kjo ka një koncept mes të ushtrisë dhe Pentagonit, sektorit civil ose sekretarit të mbrojtjes. Dhe është një tekst jashtëzakonisht interesant ku parashihen gjitha pika ku janë kundërshtimet. Dhe kjo prek edhe rreziqet edhe për Ballkanin dhe Evropë, sepse është një rekonstrukt i ri i doktrinës së mbrojtjes amerikane. Por diçka kjo është tjetër, por ka rëndësi të madhe për linjën e mesme. Mendoj që belat e tilla do zgjasin edhe një kohë të gjatë, por mjerisht në kurriz dhe në padrejsi të popujve të cilët nuk kanë fuqi, nuk kanë forcë. Por problematika është që po që se Izraeli ka lënë kufit për të ndeshur me Turqinë apo edhe me Egjiptin, që do jetë potencial i ardhshëm, një fuqi e të ardhshme në këtë pjesë të linjës së mesme, atëherë besoj që do hyjmë në një fazë ku çështja palestineze mund të merr kontura atje, meqense edhe vetë thonë drejtën i bojnë me hile kësaj popullate të vete araboforë, ose arabe që është në gen, dhe mendoj hilja është e tillë nga se edhe vendet atje të Golfit ma shumë janë të interesuar për luksin e tyre se për interesat palestineze. Qartë. Mirë, do të kalojmë tani te Kosova, zoti Blali, kryeministri i detyrë i Kosovës, ashtu si edhe ju e dini, besoj për Albin Kurti gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se arsyeja pse Washingtoni ka pezulluar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën ka të bëjë pra sigurisht sipas tij me mbylljen e strukturave serbe në veriun e Kosovës. Të banuar me shumicë serbe dhe i pyetur ndërkaq gjatë një bashkëbisedimi mbi arsyeën e vendimit të SHPA-s, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nuk mund të bëjë kompromise pra me sundimin e ligjit. Pyetja ime është se sa serioze e shihni ju pezullimin e dialogut strategjik për marrëdhëniet Kosovë edhe SHBAP? 12 shtatori ka treguar në atë njoftime dhe komunikate në ambasadës amerikane në Prishtinë, apo mund të them në deklaratat të ngarkuarës së SHBAP në Prishtinë, në ambasadën e SHBAP. Mendoj, shef, Kurti ka ndonë 3 pjesë, 3 fusha të asaj diplomatike, ekonomike dhe mbrojtjes. Kë është mirë, nga se, shef, ne pësojmë, nuk pëson Amerika. Jo që nuk pëson Amerika, po është do thot një që nuk mund të merret me mend. Dhe njerëzit do njëherë mendoj
nga krenaria e të qendrit me ideologji, me sformim ideologjik që imperializmi, forcat reakcionare, ai fjallori, mund të thëmë, të këfjallëshit i periudat të kaluara, neve mund të na bëj dëm. Dallimet, mund të thëmë, i ka hijet bëj Franca dhe Turqia, apo Rusia me Amerikanë. Në fakt, mos harrojmë këtu edhe sankcionet që ka Kosova nga ana e Bashkimit Evropian. Pyetja tjetër është se cilat do të ishin pasojat nëse do të kishim sërish sankcione të reja, por edhe vendime të reja nga ana e SBA-s. Po thomë drejtën, u pa edhe në sesionin e të 10, në pikë ky që ishte, do thotë, çdo temë tjetër ka qenë në nije, ka mund të takosh në korridore, të japsh një dorë me një përfaqësues, pa marrë parasysh të atyre shteteve që janë anëtare në OKB. Por ka qenë pika ky që ka qenë Palestina, Ukraina dhe botra tjera. Por me shfrytzu rastin e tillë që të bëhet sensibilizim dhe të kërkohet të rritet korrespondenca dhe kontakte për njohjet e batutjeshme rreth shtetit e Kosovës është e dobishme. Nuk e di sa ka pas efekt kjo, por mendoj që sankcionet jo përmendet shumë mirë që ose masa ndëshkuese ndaj Kosovës, tash terminologji ata që dëshirojnë të kalojnë ma le të thonë janë masa, nuk janë sankcione. Por sidoqoftë Kosova vun dhe nuk i apulon atë, nuk i alokimin atyre mjeteve nuk është bërë, benefikista ka qenë e parë mbi 50 milion, që do të ishte shumë fuzion i mirë për zhvillimin e brendshëm socioekonomik në Kosovë. Por mendoj që çështja më kryesore pse mund të them një ballafaqim i tillë ose mund të them zizat e tilla të cilat tregojnë që kundërshtit në raport me sundimin e ligjit në Kosovë dhe shtirjen e sovranitetit, do shta Amerikanët kanë një këndvështrim tjetër. Mirë po mund të them që një kryeministër mund të fletë diçka pak më but, nga se njeriu mund të dinë ndonjëherë që edhe i forti nuk e ka krejt në rregull. Por duhet të gjej metoda dhe fjalor ku mund pastaj të fuzionohesh në atë çka e ke qëllimin për të arritur. Por mendoj që kur ti ka hyr në atë pikun ku e ka vështirë, po them si lider, si personalitet, të riparoj diçka më mirë. Dhe për të ndalur për shembull tek një nga deklaratat e kryeministrit Kosovës, ai ka thënë që shkëputja, pra duke u përgjigjur interesit të gazetarëve për marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka thënë që shkëputja e Serbisë nga Rusia nuk është puna ime. Pra nuk është puna e kryeministrit Kurti dhe qeverisë Kosovës. A ju duket pak e tepërt kjo deklarat në raport me Shtetet e Bashkuara dhe a ju duket e drejt në raport me detyrën që ka qeveria e Kosovës pastaj? Nuk e di ku na çon në gjokundi kjo e tillë dhe mund të them një stil i tillë dhe një përgjigje e tillë që nuk është punë e imja, shkëputja Serbisë nga Rusia. Këtë mund të them po që se me kështë thënë Fredri Mersi deri dikon do ishte pak arsyeshme, por mendoj që citatet e tilla ne kemi një fëmijë me të cilën kemi probleme të pazgjidhura. Qoftë nga demarkimi, pjesa që do vjen, pastaj për antarësim qoftë në NATO, që duhet me shtetet fëmijë të kemi, do thotë kemi dialogun që ka filluar teknik, pastaj na dul politik, dhe gjithë ato marrëveshje me të cilat amerikanët tentojnë të shtyjnë proceset përpara. Deklaratat e tilla mendoj që janë jo të matura mirë, nga se amerikanët nuk kanë as alat të përhershëm, pas armiq të përhershëm. Ata kanë kuptuar interesa. Ballkani sot është për amerikanët çështje jo preferenciale, por e balancuar. Por në raport me Serbinë, amerikanët shihni ju në takimin që u thërë në atë forumin mes SBA vende Ballkanit Perëndimor nga Grenell, kuptohet që në krahun e majit të tij ka qenë presidenti i Bankës Amerikane Eksport-Import, Eksimit, që do thotë John Vojinović, i cili mendoj që me prerardhje amerikano-serbe
Dhe do thot konturat e tilla do të kem kujdes në këtë aspekt çfarë fjalori përdorum, nga se të veçlit nuk mund të jenë kapadaini. Qartë. Por duhet të keni kujdes. Do thot është mirë që fjalori i tillë, unë them ndonjëherë edhe i forti meriton ndoshta ndonjë thënie e jos, po duhet të jetë edhe butë, po edhe koordinuese në bashkëpunim, sepse ne fatkeqësisht jem në situatën kur ndryshimet të tilla tektonike në gjeopolitikën botërore mund të kushtojnë edhe impakan fatkeqësisht edhe për ne këtu në Ballkan. Mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur sepse jemi në fund, a rrezikon vërtet pra Kosova humbjen e mbështetjes amerikane nëse vërtet nuk do të ndryshojë qasjen diplomatike? Jo, besoj amerikanët mund të kemë pasojë që mund të në këtë vit ku jemi 2025 apo më zlar zoti të shkojmë atje, por mund të jem kështu të pa përgdhelur apo pa një qasje, meqenëse amerikanët janë të angazhuar në proceset e tjera të shumë të mëdha në televizive të konflikteve dhe të, mund të them, komplet të një ristrukturimi botëror apo të një randi të ri botëror, por nuk e besoj, mendoj që në politikë nuk thuhet kur, por mendoj që amerikanët në Kosovë kanë interesat e tyre për, mund të them, sidomos ato të sigurisë dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me geostrategjinë amerikane në këtë pjesë të Evropës Juglindore, por ne mund të humbim një krah të fortë sa i përket në raportet, se kush nuk është mirë që mikun ta merr atë që e ke kundërshtar. Dhe këtu gabimi tek ne është, sepse kuptohet që shqiptarët janë më pro-amerikan, unë i tuta me thot drejten në Kosovë pak a shumë një lëvizje për bëjnë një krasim, mos të më keq kuptojnë, të mendësisë talibane, politike. Ajo forma e tillë do thot e memorjes së mund them të kontaminuar të talibanëve në aspektin religios, në aspektin politik në Kosovë, kjo mendësi është shumë e rrezikshme dhe mendoj që kjo nuk i falet asnjë lëvizje politike e cila tenton që ta paraqes që ne ndonjëherë jemi ata të cilët duhet t'i thojmë edhe amerikanëve ju, por kjo ju e tyre mund të them është budallaqe e madhe. Mirë, zoti Bilali, kemi arritur në fund, ju falenderojmë për informacionet. Faleminderit shumë. Mirë të kënaqësi. Faleminderit. Kresia jona. Mirë, po mbyllim këtu pra këtë pjesë të parë, do të bëjmë pak pushim dhe pas do të rikthehemi për diskutuar me pjesën e dytë.